Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit, uroj të jeni mirë. Të bëjmë leximin e radhës për ju, por pse radhë do i hapim letra një çik më ndryshe dhe të shohim të dashur Luan. Më bëhet qefi se është paksa leximi juaj dhe uroj që ky lexim mos t'i përshtatet asnjërit, që të jeni më mirë se kaq, të dashur Luan. Faqe shpatës, 5 të shpatës, 4 të monedhës, 4 është të kupës. Ja shikoni këtë. Ju është bërë sikur mjaft keni hipur mbi faqet të shpatës për të parë, për të shikuar, për të ku është ajo që po pres, kur do dal nga kjo situatë. Më është bërë më shumë se boll, si themi ne, mjaft më, çfarë do që të jetë. 5 të monedhës, shikoni, të burgosur brenda vetes, të burgosur në një situatë lëmpeng, të bllokuar, të stresuar, të shqetësuar, çfarë do të jetë, është një lloj kafazi këtu që nuk po ju lë të shkëputeni asesi, të dashur, asesi. Kjo mund të jetë, shikoni, gjithë leximi është i tillë, por që kanë këtu gjëra të bukura, pas mund të jetë, por që duhet vërtet të veproni në njërin apo tjetrën mënyrë që të mund të dilni sa më shpejt nga kjo, nga që këto flokë këtu që i pasqyrojnë është një lloj rrënje duke lëshuar në këtë gjendje dhe nuk duhet lejuar asesi. Të gjithë kemi gjërat që ndodhin në jetën tonë, është shqetësime, negativitete, tradhti, pabesi të lloje të ndryshëm, gjëra që nuk ecin siç duam, por që nuk duhet të ngelemi peng dhe t'i lëmë gjërat të marrin rrënje dhe të qëndrojmë, se kam këtu dhe një burg tjetër apo një kafaz tjetër, të dashur. Shikoni, sikur gjysa juaj po funksionon, duhet të ham, të pim, të vemi në punë, por që sikur gjysmë trupi. Dhe kjo është ajo që është lloj depresioni. Shikoni, 4 të kupës, të çdo gjë është më e bukur te dikush tjetër, çdo gjë sikur gjithsesi kujt po i ecë mirë, vetëm mua s'po më ashtu. Është pak sikur duke përmendur aq shumë këtë gjë, jeni duke mbajtur atë të keqe vetë ju, të dashur Luan. Tani t'ju shpjegoj se si, nëse për ata që nuk e dinë, se shumë nga ne janë zgjuar, të them ashtu, janë maturuar në shumë gjëra dhe dinë si ti tërheqin gjërat e mira. Kjo është duke qenë, ta them, kur ti qëndron në një vend pa lëvizur fare dhe mendon, bos sa keq i kam punë, bos më ecin fare, si sa pa fat jam, e kështu gjëra të një pas njëshme, duke i thënë dhe ripërsëritur, ne mbajmë në kafaz këtë gjendje, të dashur, e mbajmë. E si mund ta heqim? Duke thënë, absolutisht është, dhe keqja është si motor e së mirës, apo jo? Është. Dhe atë e kemi gjithmonë pranë, paralele veten, e keqja dhe e mira, vete absolutisht, ne duam apo s'duam. Por çfarë është në dorën tonë, të dashur Luan? Kjo situatë këtu, e mira, po e marr si shembull, sa keni parasysh, e mira dhe e keqja. Unë nuk dua të flas dhe t'ju sikur unë jam më e mençur, jo. Dhe eksperienca dhe fati që kam takuar njerëz që më kanë mësuar, kur ka të bërë me letra, në atë formën spirituale, si mund t'i mundim gjërat. E keqja dhe e mira. Cilën e ushqen më shumë, ajo do rritet. Unë personalisht preferoj të them, po, jam në një hall tani, por që do shikoj si ta zgjidh këtë hall, që të dal nga kjo, më falni, nga kjo situatë, dhe të mos qahem që jam e pafat dhe nuk po më ecën asgjë, dhe duke thënë, rëndohet dhe kjo e keqja rritet, do thotë e mbajnë vetë këtë situatë. Dhe ajo çfarë dua të them që
ka ardhur koha të dilni nga kjo dhe ja ku është letra 0. Të dilni nga ky labirint që e keni futur dhe vetën të dashur. Letra 0 është një epokë e re, është një faqe e re. Ajo faqe e re është të dalësh shikoni, mbi atë të zymtës, të keqes, të gjithë e përjetojnë. Dhe të ma thot një person që s'ka përjetuar një shqetësim që e ka trazuar, e ka turbulluar, e ka bërë të rëzohet në jetën e tij. S'ka asnjë. Por cili apo kush janë ata që ngriten aq shpejt pas shumë dramave në jetë dhe mbjetojnë? Ata që duan, ata që nuk ngelen peng të së kaluarës të dashur, apo të së tashmes, por shikojnë dhe hulumtojnë si të dalin nga kjo gjendje. Dhe të mos pranosh ta them, kështu ishte fati im. Kjo është ajo kur them e ushqen të keqen. Kështu ishte, s'kam që të bëj, nuk kam alternativ tjetër. Po e ushqeni këtë keqen dhe kjo do rritet. Dhe kjo ngelet me ju. Aq shumë sa ju e pranoni atë që është një pjesë e juaja. Do thot, varet nga ju, të dashur Luan, një epokë e re, një fillim i ri, një ndryshim në ju, që të dilni nga çfarë do lloj situate që është tani. Mbani mend, asgjë nuk është për gjithmonë. Si e keqja, por dhe si e mira.